Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi dalur nga Prishtina, kemi ardhur në Koks, fshatin Ceren. Na kam prit do vëllezër tonë të familjes Hafuzetje me shok. Pastaj kemi ardhur fshatin Tejs në Radomir, kemi bujt të nesër me ngjezi që bie sad. Pas kemi marrë me ngjez, dal ngadal jemi nisur, edhe për një 5-6 orë kemi ecur derisa tani më rritum, është pas dite. Rritu majnë më të lartë të Karabit, me lartësi të 764 metra. Ne dullim me pa këto male që ka kriju i madhe Zot, e që ne ka dhënë dharat neve shqiptarëve, bukurit më hnitshme, vetë Zoti që ka ditë dhe ka mujt me kriju. E është mirë me shijue të mirat e Zotit, me hesna për natyrë, me pa këto male, me meditue lartë madhërinë e Allahut, po me atë ditë shqyrin Zotit, për të mira që ne ka dhënë Zoti për këtë vend, për këtë vatan, për këtë tokë. Këndeni të majtë është Maqedonia, këndeni të djathtë është Shqipëria, malet bukura, sa të dush, ja vlen se cilë shqiptar, marrë me vizitu, por jo se cilë me gjitë ka lartë, sepse ne unë nisëm kallablak rrugës, por gjysa gati në mbeten, sepse është vështirë me ardhë, ama me sabër, me dërim dhe me vullnet, ja arrim. Dhe ne ja arritëm elhamdulillah, pa kolladhëm, por elhamdulillah. Zoti ju rujtë ju dashtë, e çdo të mirë, selam aleikum rahmatullah. Tani këtu në maleve të Karabit, shfryzova rastin e fala drekën dhe i qindin. Endo shkoja drekës nuk ka hi qindia, por i bona bashkë. Natyrisht, namazin nuk lehet, edhe në mal, edhe në det, edhe në hanë më shku, do të më falë. E u knaci më falë në natyrë. Pasaj Allah i madhruar në ka letësuar. Kur jemi udhëtar, kemi të drejtë. Drekën dhe i qindin, me shkurtue nga 2 recate, prej 4 dhe me bë bashkë. O në kohë të drekës, o në kohë të qindis. Lehtësimi Allahut, Allah në ka lehtësu dinin, vetëm ka si burra musliman, të cilët duan të punojnë për din, e çdo njeri i cili është nis për xhenet, dohet të punojë për din, o musliman, të punojë për xhenet. Sepse rruga e xhenetit është e gjatë, nuk është e lehtë. Ne u lëdhëm derisa erdhëm këtë mal, po me shkon xhenet. Nuk bëhet pa vlerë. E ke lodhje, Allahu herën e ka letu si puna namazit. Andaj adhuron e Zotin, madhërën e Allahun, faleni namazin, e kur jeni udhëtar, shkurteni namazin. Dhe liresh nëse dëni dhe bëni bashkë. Allah ju ruajtë ju dashur. Selam aleikum.